ftohtë këtu, kështu që këta wiper, si quhen këta që fshin edhe xhamët, do t'i bezisin pak. Para një 2-3 muajve, unë pa do postu një video këtu për ju, miqtë dhe shokët e mi, rreth pronave të patundëshme në Shqipëri, rreth rolit të shtetit për mbrojtjen e qytetarëve të vetë që përfshihen, shesin apo blejnë prona të patundëshme. Edhe dje ka qenë gjyqi për një nga agentët e kompanisë sime, Abdullah Alimani. Abdullah ka punu për kompaninë time si agentin, po thuj se deri nga viti 2012, ashtu jemi në 2025, i bjen 13 vjet. Unë kur s'kam pas në një ankesë në adres të Abdullit, nga klient, apo agent kompanive të tjera, nga avokat ku bon settlementet, nga bordet, se ne kemi ca borde që merren me mbikëqyrjen etike të agenteve, nga komisioni i licencëve që jep licencën, s'kam pas as edhe një lloj ankese. Ai për mu ka qenë një agent i përpikt, fjalë pak, por gjithmonë gati të ndihmonte njerëzit, natyrisht që i ndihmon se merr parat e veta, merr komisionin e vet, kur shet, ose blen për ta. Por agentët shpesh herë shkojnë, themi, një ekstra mile, 1 kilometër më tepër se sa për interesin e vet, për punën e vet, për të mbrojtur interesat e klientëve. Edhe unë kam qenë i kënaq. Aq i kënaq sa që e lidha edhe me një shqiptar mik timin ndërum që merret me pronat e patundshme, ose ka dëshirë të merret me këto shitjet dhe blerjet në real estate. Njëri i mrekullueshëm, Korbeci, Rustam Korbeci, i lidha të punojnë me njëri tjetrin për intereset e tyre. Unë s'kam asgjë në këtë mes, nuk përfitoj asgjë në këtë mes, veç se kënaqem nëse dy palët përfitojnë. Ai sepse ka kulturën e shërbimit në real estate që ka marrë në Amerikë, ka lidhje të përhershme me botën nga dje në botën arabike edhe Jemeni, ku ka lind dhe ku ka familjen ata që ka ngel parë në Amerikë, edhe ka veprimtëritë e tij të veta, qoftë në për Egjipt, qoftë në për Turqi, edhe lidha me Korbecin. Pra, pata besim deri diku që të dy bashkë ata mund të ndihmojnë njëri tjetrin. Dje ne kemi pas një gjyq të madh, për të cilin unë duhet të flas, që më bon krenar në këtë shtet, edhe pse më ka shëllë keq ashpër dje, edhe ka marrë një vendim jashtëzakonisht të rënd për kompaninë time dje. Por pse unë jam krenar për një veprimtari gjyqësore për një shtet që vjen dhe më dënon më shpatlla për muri kompaninë time. Si mundet njeriu me qenë krenar për sisteme të tilla drejtësie, për gjykate të tilla që të shkatojnë ty në themel? Pra edhe një herë,
Para një 2-3 muajve unë postova një video që një agent tim, edhe ky agent im është Abdullah Alimani, që sapo ju fola, kishte shit një shtëpi. Abdullah kishte vonë një shtëpi për shitje, e ka vënë në internet për shitje. Kjo shtëpia kishte qenë e një shoku apo një miku të vet, reduktohet një klientit vet, që ishte doktor shkencësh, kishte jetu në Amerikë, po kishte hik në Yemen. Edhe gjatë kohës që kishte hik në Yemen, ky personi ja kishte dhënë shtëpinë ta jepte me qira agentit tim, Abdullahit. Abdullah e ka dhënë me qira. Abdullah merrte mlidh të qiran çdo vit, i çonte parat atit pronarit në Arabinë Saudite, një men ku ishte ai, edhe për kujdesej në qoftë se kishte ndaj problem shtëpia me këtë qiraxhin. Jo të ndërishte çatin, jo të ndërishte familje, diçka e tillë që bojnë agentët. Ndoshta merrte një pagesë për të cilën unë nuk kam qenë bën diania, ka bërë jashtë kompanisë sime, se ka qenë në shtetin e Marylandit. Shteti i Marylandit e lejon një person që të punoj të veproj si agent për menaxhimin në një shtëpi me qira. Virginia nuk e lejon. Po t'ishte në Virginia, ai duhet të ketë një kompani menaxhimi dhe licencë të dhënë nga shteti, jo thjesht për kompaninë e menaxhimit, por që të ketë kaluar ato etapat që shteti pastaj pranon e të licencon si punonjës në real estate industry, në industrinë e pasurive të patundërshme. Pra Abdullah kishte dhënë këtë shtëpi me qira në Maryland, pa djenin time, jo në emrin e kompanisë sime, dhe s'kishte nevojë se ishte në Maryland, po t'ishte në Virginia, nuk do të mund ta jepte se do duhesh një kompani e licencuar për ta, pra do ta bënte vetëm nëpërmjet kompanisë sime, ku ai ka licencën. Meqense ishte në Maryland, e ka bë në emrin e tij dhe unë s'kam qenë fare në dieni, edhe nuk ka qenë as kompania ime dhe s'kishte rëndësi të ishte se nuk kërkohet licencë. Këta dhe njëherë e them për anarkin që kemi ne me pasuri dhe patundshme në Shqipëri, për shtetin akoma të pashtet, kur vjen puna për mbrojtjen e interesave të qytetarëve të vetë në toka, në prona, në pasuri të patundshme dhe kryesisht për sa i përket sekserëve, për sa i përket kompanive të real estate të pasurive të patundshme, që është një lemeri, është një alarm, është një tmerr që ndodh në Shqipëri dhe prandaj ju tregoj këtë video që të krahasohen në ju, se si bëhen, se si duhet jenë rregullat, ligjet, shteti, departamentet e shtetit si duhet funksionojnë në këtë temë për të mbrojtur interesat e qytetarëve vetë. Pra, çfarë ka ndodhur kur Abdulli e kishte këtë shtëpi me qira, ai personi që ishte qiraxhi kishte kërku ta blej shtëpinë. Edhe gjatë kohës që kërkonte të merrte qira nga banka të ndryshme, kredi, më falni, se thash qira, gjatë kohës që kërkonte të merrte kredi ai person ishte qiraxhi që ta blente shtëpinë, kishte bën një kontrata ishte e pranuar midis blerësit dhe shitësit, kontrata patjetër që do të jetë bën në emër të kompanisë sime, se shit blerja kërkon prap licencë, po ishte bën një kontratë midis qiraxhiut që ishte në Maryland dhe pronarit e shtëpisë
që ishte në Arabinë Saudite ose në Yemen, doktor shkencëve këtu në Amerikë, është kthy. Edhe këtë ka bëjë gjendim Abdulli. Mirë po gjatë kohës që Qiraxhiu ishte miqëra dhe prisët blende shpinë dhe kontratën e kishin, kontrata kishin një klauzol që me kusht që unë t'jem gjendje të marrë kredin. Kjo klauzol e mbron që ose se merr kredin i kthehet depozita mrapsht, se kur të bësh një kontrat, do vesh një depozit poshtë. Depozita vehet më u siguru që ti nuk tallesh me mu, se unë si shit s'mundja shisja dikujt tjetër, të shqiprita për ty. E humë dika tjetër, kështu që do vesh një depozit, që në qoftë se ti nuk e blen, atë lek të depozitës i marron, që punë me kohën për këtë punë. Edhe kështu që, po kjo depozit kishte një klauzol, që në qoftë se unë nuk e blej, se banka nuk më jep parat, nuk është fajin, unë duhet i marr lekët e depozitës mrapsht. Kështu që ekzistonte kjo klauzol, është natyrshme në çdo shitblerje dhe ju këto e dini, se ku do bëhet një lloj të përballtëshme. Edhe po gjatë kohës që ky person i Qiraxhiu kërkonte me marrë kredi dhe shkonte nga një bank në tjetrën, çfarë ka ndodhur? Ka ra një shi i madh, ka hy ujë në shtëpi, edhe ujë ka hy, mendohet për ca defekte që ka shtëpia, ose ka rrjedh çatia, ose themelet janë qa, diçka pra ka të bëj me problemet e shtëpisë dhe jetë natyrës. Ka gjojeni dhe një herë më kujdes. Ka ra një shi i madh. Shiu ka deportu mrena themeleve të shtëpisë. Mendohet që faj nuk është shiu i madh lagështira, për është faj se ka pas problem shtëpia. Ose çatia ka qenë çame, e shpume, ose themelet kanë pas plesëritje, diçka e tillë. Unë nuk jam njëri që merr vesh nga ndërtimi. Por ka pas një problem dhe është konstatuar që do të jetë problem e shtëpisë. Edhe personi Qiraxhiu në fund nuk e ka blej këtë shtëpi, nuk e di në u rregullu, e thau Abdulli, nuk e thau Abdulli, e thau i person ujnë, pagoj kush për dëmtimet që mund t'jenë po, në pronat vetjake, e kam lafin personal property, pronat vetjake, quhen një divanet, një librat, një karrikat, një televizori. Kurse prona e patunshme është ajo që s'lëviz shtëpia. Prona e patunshme ka qenë e pronarit, jo Qiraxhiut, edhe i takon pronarit. Tha, e ndrejsh vetëm qoftë se është faj Qiraxhiut. Kur mund t'jetë faj Qiraxhiut? Faj Qiraxhiut mund t'jetë për shembull kalon stovën, atë stovën sobenez, soba është me gaz, ka hik me lujt futboll, ka marr flak shtëpia, shtëpia është dje, këtu është faj Qiraxhiut. Por në qoftë, s'duhet që saksoj kaq me saksi, se ju largoj nga tema, edhe këta ju i dini vetë se është nevojë të themon. Por Qiraxhiu, si duket, në fund nuk e gjeti datë kredin, bankat nuk e dhanë kredin, nuk e bleu shtëpinë, maroja fati qiras, doli nga shtëpia, Abdulli ka bu shtëpinë pastaj bosh pra për shitje. Gjojeni me kujdes tash, se si edhe pse na gjeti neve dje gjykata fajtor komplet. Unë mendoj që gjykata ka bo gabim të madh. Për arsye se s'duhet ta kishte gjetë gabim, nuk ka rëndësi. Prap tregon diçka që më bën krenar, edhe pse më dhem shpirti. Është një lloj si ai prindi i mirë i dhemshur, që zë të harroj fëmijën e vet sa jeta, s'është vran luftë, e prapa është krenar për djalin e vet, se ka luftu për shoqërimin e Kosovës apo të Shqipërisë. Pra, është larg kjo punë, por shikojeni me kujdes edhe një herë. Abdulli e ka vu shtëpinë në shqitje, masi Qiraxhiu ka dalë,
ka ardhur një gos një zezak edhe ka ble bashk me partnerin e vete që unë të ajo djenë gjyq. Unë akoma sa rriti mësoj këto fjallet partner. Edhe për mua është e përshtyrshme fjala partner. Nuk kam problem. Ashtë krenar, më knaq fjala burri im, gruaja ime, bashkëshorti im, bashkëshortja ime. Nuk më vjen mirë kur thonë dhe është e knaqshme kur gjej fejure ime, fejura ime, sepse këta të regojnë ato institucionet e pranume Brezmas Brezi jetë pas jetë ndërtimin e familjes. Familja është e rëndësishme, se baba dhe non rrisin fëmijët bashkë, që t'jenë fëmijët shëndetshëm. Por unë nuk mund të pranoj deri diku, jo me kënaqësi dhe i dashur e dashura, sepse ka shenja që ata mund nëse të bëhen të fejuar. Kanë arsyet e veta. Por partner me përshtiros me djemë të vjell, e urrejët loj njeriu, partner kënë biznis, mor derin nanën, jo partner kur shpjenet të matëran të në shtrat, akshte ullet e përshtirshme, akli kafshëror, bëhet partneritet. Për arsye se ti s'pranon as ta qush të dashur, jo më të feju me të burë, partner, partneritet me armët heqbreget, me të ngejt komet, fliqësirët e fliqësirave. Kalova nga tema, vëllezër e modra. Kjo e ka ble pra me partnerin e vetë. Një javë, mos e ka ble dhe mos e ka hyn shtëpi, vjen një shi madh. Shiu futet në shtëpi, domtan. Mund të ketë qenë një shi i vogël, mund të ketë qenë një hiç. Nuk është vërtetu fare, por kara shi, thot ajo, dhe shiu i ka hymrena. Ajo vëllezër e motra, pas ka pas një qati që është 15-20 vjet e vjetër. Qatia vëllezër e motra shifet me inspektor, se do marrësh inspektorin kur blen në shtëpi, ti idiot, kur çdo që blen në shtëpi, kudo që blen në shtëpi, nuk merr vetëm atë avokatin që kërkojnë në për arkivat e hipotekës, atë zinxhirin e titullit të tapive si ka kalu Brezmas Brezi, dëri ke personi që të shet ty. Se kur ble shpin, ti du të pagush një avokat, edhe do t'jesh i sigurt që ai avokat ka një kompani të fuqishme, është i fuqishëm, ka prona, ka pasuri që po bën i gabim të shkosh mas avokatit, ti morësh paret avokatit, me një avokat, edhe kryesisht i kërkosh në qoftë se s'ka inshurancë që për gabimet e tij të moloj ty, ti kërkosh që të ketë kolaterale, edhe avokatin e merr që të shkoj para se të blesh atë pronë, të shkoj në hipotekë dhe të kërkoj zinxhirin e tapive, zinxhirin e titujve që ka kalu dorë në dorë nga fillimi i tapis, kur është bërë kjo shtëpi, kur është marrë kjo tokë, e ditën kur e ka shit që mos ka atje në i marifet, e ka marrë njëri, e ka kalu tjetëri dhe s'dihet ku mund dalë një që mund tjetë zhduk. Pra duhet tjetë smooth, duhet tjetë verifikume, kalume. Ajo tapia Brezmas Brezi, gjenerat mas gjenerate, person mas personi, t'jenë të gjitha titut kalumë të pastër, edhe vakatit thotë ty, sa mi gjoga, këtë pronë që ti do me e ble kasemit, unë e vërtetova të tapi Brezmas Brezi, tapi mas tapije, titull mas titulli dërë, kur vje ke dore këti që do më të është që ty, është e pastër, t'jep firmën, t'jep vërdetimin që ka vërdetu, t'jep atë që quhet clean title, pastërtin e tapis, pra s'ke problem, për patë problem, shteti shkon mas ati që t'ka mashtru, ose s'ka qenë i zoti, ka qenë negligent, ka bo një punë që s'duhet të bonte, se s'ka qenë kompetent.
Pra u sigurove ti që u mbrojtë nga ana ligjore nëpërmjet kërkimit të API-s, verifikimit të API-s që ka bo një avokat që ti ke marrë për këtë punë. Nuk e di nëse i bëjmë Shqipëri se kemi 5 liqe edhe dalin pastaj japin leksion, po këto maskarej në premisione që jemi gjyq që merren me 5 liqe të tilla, një sistem drejtësie komplet kompetent, i korruptum, ignorant dhe idiot që ju djoni çdo ditë. Masi një nga këto se ju s'keni kompani titujsh të API-sh që merren me verifikimet të API-sh, por masi një se duhet të ketë një kompani të API-sh përpara dhe vetëm ajo duhet ta bëjë përbarimin që bën verifikimin e të API-ve dhe del garant që s'ka pas para se të blesh, që nuk lejon të blesh. Por masi ti e ke bo verifikimin e të API-s, ti bën verifikimin e shtëpisë, në qoftë se ti si usta vetë, për arsye se mund të ketë probleme jashtëzakonshme. Shtëpia tash që ne nuk e dim, mund të jetë ndërtuar me një tokë të butë, ledh për poshtë, që krijon plesëritje betonit, allales marr vesh nga inxhinieria unë. Por po e them, ti merr edhe një inspektor, edhe inspektori është përgjegjës për çdo gjë, qoftë thot, ju çati ti keni presoleta betone, ndryshon puna. Ne si kemi ashtu. Në qoftë thot që salia, kjo çatia rrjedh, a nuk rrjedh, është e mirë. Mas një javë rrjedh, ti shkon ati inspektorit, pa inspektori që merr ti nuk do të jetë një halaxhi që s'ka brek në bëthët të s'ke që merë. Në qoftë se të gaboj, do t'jetë një person që të ketë një kompani të fuqishme, të ketë sigurimin, që sigurimet i ti të mëlloj ty për gabimet e ti, sigurimet për gabimet profesionale, ne e quajmë error and commission insurance, që do thotë çdo person që ushton një aktivitet që garanton diçka, për shembull inspektori që thashun apo avokati, duhet të jetë i siguruar nga një kompani që siguron gabimet edhe mulimet e tij, ata që nuk ka. Pra, jo thjesht në fjalën e tij, po të ketë edhe të jetë edhe sigurum, një siguri që mulon gabimet, që ka siguri të ndryshme, një siguri që molon gabimet e ti profesionale, garancit e ti që të bëjnë ty të blesh shtëpinë me defekte. Këta i bën një shtet korrekt, janë një shtet anadollake idiot, që bëjnë luftë edhe sot e kësaj dite, ka të drejtë të pezulloj se vendes ministrin gjykata, shtet ignorantësh, shtet maskaresh. E ju më të mbroj ato që blejnë prona në Shqipëri, edhe pra kjo ka bërë kjo personi që bleu shpinë, kjo Zozakja me partnerin e vetë, e ka bërë dhe inspeksionin e qatis. Ata, mirë po, çfarë ndodh? Një javë, thot ajo, mas i ka hyrë në shtëpi, ka hyrë shiu mrena. Nuk kemi ne, ndoshta ka paraqit ajo video, unë nuk e di, unë nuk e pash video nëse kur ka hyrë shiu, edhe kur e dëmtoi dhe sa dëmtoi. Por ajo ka përdor komshin. Komshiu ka thonë që ka hyrë përpara shiu, edhe qirurgjiu që ka qenë para teje këtu, edhe prana nuk e ka ble shtëpinë. Si pas sa tërgu ty agenti. Agenti nuk është i dëruar të tërgoj që ka hyrë shiu një herë atje, po ka vdek një person. Por agenti im këtu, është i dëruar të tërgoj një latent defect e quajnë një, që quhet një defekt që nuk shifet në sy. Për shembull çfarë ndodh? Shtëpi me çati duhet të ketë akoma prapë në Shqipëri, se në Soleta unë nuk i kuptoj. Ka rrjedh çatia, edhe ka hyrë ujë mrena, edhe ka lak tavonin, tavoni bëhet me njallë.
edhe njëherë, nuk po flas me këto, me soleto të ashti. Personi që ka ardhë me shqit shpinë, që ke morë ti e ka pat të avonin me njollë. Edhe i ka thonë ati shqitësit pronarit, zotit shpis, rrugulloje këta se blena i personi, se trëmet e trëm kjo që rridh nga qatia. Edhe i thot pronari i shpis, i thot agentit, e rrugullova hajde shife. Shkona i dhe shef mrena agenti, të voni është i lyb, me boj shkëlqen nga pastërtia e bardh. Agenti nuk ka pa me sy të vetë, nuk ka garanci që qatia është rrugullu, po edhe në qose është rrugullu, nuk është i sigur që bovëki mes qatizët të vonit, nuk ka lanë një tub ujë dhe bovëki ka qenë tuba ujt, që agenti din që të voni ka qenë lag, din që të voni të ashtë shkëlqen është i bardh nuk ka njollë, por nuk e din me sigurit plot 100%, po edhe sikur të di, nuk e din me sigurit plot 100%, që është rrugullu defekti nëse ka qenë qatia, nëse qatia o rrugullu me gjithan, nëse ka qenë një tub me uj, nëse tubi me uj zëvëndësu, atje sipër, nuk din asgjë, din vetëm që është ly për bukuria dhe është i pastër. Si pas ligjeve në Amerikë, që duhet t'jenë këdon botë dhe në Shqipëri, ky quhet latent defect, që do thot defekt që nuk mund ta shofësh me sy, po bëjmë punën e Sazan, burit dhe agron dhe lipët, later po bëjmë later, apo avshtandisht later, që vjen ma vonë. Nuk që ka shqip zvonë dhe gjo punën e tyre. Pra do thot një defekt që e ka ata zhurmën ma vonë, do të janë gjë zhurmën ma vonë, qamanës, pra kur bjerë shiu. Ti si agent je i detyruar të thush blerësit, edhe pse ti prezenton shitësin, je agent i shitësit, je i detyruar me ke detyrim ligjor të thush blerësit, kjo shtëpi, ky tavan ka pas rrjedhje përpara, edhe shitësi më ka siguru që është rrugullu, por ka pas rrjedhje përpara, për arsye se nuk shifet me sy, dhe inspektore nuk mund të kapjet moment. Je i detyruar ti. Në qoftë se ti e ke ditë, edhe nuk e ke deklaru, edhe del më vonë që ai s'kishte qenë rrugullu, vetëm kishte qenë lyt avoni me të morë ty syt, edhe e vërtetohet më vonë që ti e ke ditë dhe s'ke tregu, ti të hiqet licenca si pa moralshëm dhe i pa ligjshëm, një ju tregove pa moralshëm e di edhe si tregove, e dyta shkele ligjin, se ke ligj, të tregosh të shkilat licenca, edhe të dërosh të pagush gjithë pagesat që ka harxuar person me rregullu. Deri këtu jemi shumë mirë. Tashti, e zem që Abdulli dhe kompania ime ka falimentu. Kush do i paguj këta? I pagun shteti që i ka dhënë licencën Sami Gjokës edhe Abdullit, njerëzve që s'qekan njerëz me ato moralen, njerëz moral, me kapacitet dhe qashtaj, me vlera morale, për të pas këta, njerëz që janë, që s'meritojnë ndaj këtu botë dhe për para se të japi shteti licencën për real estate, për pasurit patunshme, nuk është thjesht kalësh provimet e të bësh shkosh çdo 2 vjet e të bësh kursin prap se mund ke ndryshu ligjet. Nuk është vetëm kaq, por kërkohet që ti t'jesh njeri me moral të pastër, që s'ke vjedhur ndonjëherë, që si e dënu për krime, vjedhjesh, mashtrimesh, se merr botën qafë. Një çift që ble një shtëpi në Shqipëri mund mos ketë para, është investimi më i madh që bëjnë ndonjëherë në jetë. Duhet i mbroj shteti. Pra në qoftë se Sami Gjoka si agent që ata morën punë, i ka mashtru, ose i ka net besnik më tepër se sa duhet
Atit zotit shtëpisë ka marrë punë dhe nuk ka tërgu diçka që është detyru të tërgoj. Shteti ja fut komët me dy komët në një fuc, ja hek licencën, e penalizon, edhe shteti vetë po spati pastaj pare Sami Gjoka se ka qenë student sa doli nga shkolla ose hiku në Itali. Shteti nga fondet e shtetit, nga fondet që krijon ky departament i pasurive të patundshme, i pagun personit që humi leket edhe ja ka bërç me ja marrë Sami Gjokës sa tjetë jeta kur do që të ketë mundësin t'ja gjej Sami Gjokës paret, pra e pagun brohen. Çfarë ndodhi dje? Dje ndodhi kjo. Abdulli, agentim, është shpreh kështu. Është e vërtet që kur ishte Qeregjiu mrena, Qeregjiu desh me e ble shtëpinë. Është e vërtet që ka hy ujnë mren, është e vërtet që ne desh në ta rregullojmë, është e vërtet që Qeregjiu nuk e bleu shtëpinë, por nuk e bleu si thonë këto se shtëpia pa ujë, edhe ne nuk deklarum këtyre që një Qeregjioni është përmyt në shtëpi me ujë, ka desh me ble shtëpinë edhe nuk e ka ble sepse shtëpia pa ujë. Se kështu thanë ata. Abdulli tha nuk është ashtu dhe nëzori prova nga banka që 3-4 muaj mos i ka hy ujë mrena, unë kam refuzimin e bankës ti, që më ka qu letër, thot, banka dhe thot nuk mundi japi qeran, që të regon, thot Abdulli, që kjo po ju mashtron juve kjo zëzakja, për arsye sa i Qeregjiu, jo vetëm që nuk e ka ble shtëpinë thjesht prej ujit, por bile 4-5 muaj mas si ka hy ujë në shtëpinë e tij, ai ka kërku me marrë qira me ble shtëpinë, ka desh ta blej, kështu që shtëpia s'ka qenë me defekte që thonë ju, edhe se ja ai edhe mas 4-5 muajve ka desh ta blej, edhe këto që gjoni se ka drejtësia kur nuk është kullume. Nuk themun që dje ata kanë vepru mrekullisht, unë kënaqem që ekziston kjo. Ata nuk veprun shumë mirë për mu, për Abdullin dhe kompanin time, por kanë vepru jashtë mirë me në ligjeve, ndoshta s'kanë vepru mirë, por që ligjet e mbrojnë personin, po të mendojnë që personi që bleu është dëmtu edhe e ka shpërbly shteti, deri kur Abdulli t'ja paret edhe kompania ime t'ja paret e Samiu t'ja leket. Dhe edhe këtë du që tërgojnë juve se ku është shteti halabak që kemi ne. Dahim në Evropë, thot kë strega i gjatë, kë Arregjiu, që është paq mut sa Sali Berisha, paq poshtër, paq kriminal, që akoma si shtet nuk i vin ke themër akomës ati shteti diktatorial, komunist, fashist, çfarë ka qenë i Enver Hoxhës, që se ka njoft për gjysmë shekulli kufit e shtetit shqiptar, sepse nuk ka pranu kur ndarjen e visëve të kombit shqiptar, ai shtet që ne e quajmë shtet kriminal i komunistëve, gjakpirësve, por këta dy shtete qelbanik, halabakësh të Sali Berishës dhe të këtij Edi Ramës, nuk i vin as ke femra e komës një shteti komunist që kemi pas para gjysmë shekulli. Këta kriminal e këta bashi bazuk, këta që mi kanë zëvendës kryeministrët të pandehur. Edhe çfarë ndodhi? Për Abdulli thotë atyre dje në gjyq që nuk është e vërtet që Qeregjiu është tërheq nga ujë që ka hy, se ja ku e kemi në letrën nga banka që ai ka kërku të marrë pare edhe 4-5 muaj mbas ujë, kështu që kjo s'është defekt. E dyta ata thonë s'na hyn punë neve, e kthyn ata, se ata jo tregojnë pse, juve mrapa pse ata donin me çdo kusht të nxirrin Abdullin edhe kompaninë time me faj edhe të jepnin të drejtë asaj grus. Ndoshta po të kishte pas Abdulli një avokat më të mirë, edhe mund të kishte fitu, po
nuk është kjo meseleja, unë du thjesht të tërgoj juve tash ligjshmërinë e vërtetë të pastrit një shteti për mbrojtjen e në shtetësve të vetë dhe jo ligje për të mbrojtë ato në për karrike, në për kabinet kundër në shtetësve të vetë që kemi në Shqipëri. Edhe një herë vëllezër e motra, ata i tha nuk na hyn punëve që ky person nuk e ka ble shtëpinë se s'ka marrë kredi edhe e hoqen këtë problem. Problemi thot është se ti e ke ditë që ka hy ujë edhe nuk e ke deklaru që ka hy ujë përpara që ta ditë kjo agjendja. Abdulli thot, shtëpia kur Qeregjiu doli është djeg. Ra flaka. Mund të ketë djeg pronare vetë, çdo gjë bën vaki. Për shembull, çfarë ndodh? Ka ndodhur këtu, po këtë kur të kapësh të vërtetësh, ka dalë që shtëpia ka probleme. Edhe do duhet $100,000 me rregullu. Ti shtëpinë e ke siguru që punove në gjë, po ushem nga tërmeti, po e shemi ledhi që rëshqet, po doj zjarri, po doj korrendi, ta pagu siguracioni. Qa bëjnë këta maskaret? Shkojnë i venë flakën një shtëpie që është në shemje sipër. I mojnë legët aj sa bojnë shtëpia, ja mojnë inshurancës. S'ka rëndësi, shtëpia është djeg. Siguracioni ka dhënë pare të zotit shtëpis, thot Abdulli, edhe ja ka rindërtu. Këtu nuk jam bim komplet, për arsye se do të ketë rindërtu copa, që ndoshta edhe me mua Abdulli s'ka qenë shumë i saktë dhe sinqert. Se unë i thash Abdullit përpara se që kam gjyq, pse nuk e ke deklaru këto defektet që nuk shifen me sy? Pse nuk i ke thonë ati që në qoftë se shitësi thot mos i tregoti duhet të heqesh dorë nga i shitës me një herë, jo të shkelësh ligjin. Pse nuk i ke tregu blerësve që ky shitësim, kjo shtëpia ka pas probleme. Edhe bovëki janë rregullu, bovëki jo, po problemin e ka pas. Pse se ke rregullu? Pse se ke tregu aq më tepër që ti pas ka qenë dhe agent i menaxhimit me qira dhe e ke ditë këta që s'është nevoja bile të tregoj shitësi se ti di vetë, shitësi thjesht nuk mund të mohoj. A i më thot, kam frikë edhe mu më pas ka mashtru. Thot, Sami, thot, shtëpia u djeg. Gjatë kohës kur që bash, a i pronari mori lekët nga sigurimi dhe e rindërtoi. Ta shif ka dalë që pas ka mërmëtu ca pjesë, që i kënë dikë ca pjesët edhe kështu tha që shtëpia është bo nga para, s'kam pas çfarë të deklaroj se kjo është shtëpia e re. Kështu më tha Ato dje thanë që qatia ishte 20 vjetër, kjo mund të ashtim shkatran. Unë du ta ka përfyti Abdullit të ashti, edhe për plasë për muri që më ka thonë mu që e bon shtëpi nga para, si mundet një shtëpi nga para, një shtëpi e re të ketë një qatit vjetër. Mirë po du t'i jap një 2-3 javë kose, e ka ai person që është varë, i person që është varë në litar, mos shko të kapësh më për komësh të shikë të moment, e të tërheqës komët që t'jap shpirti ma shpejt, ti e krull, ti nuk e bën këtë punë. Ai tash ka marrë një dënim jashtëzakonisht madh dje, që mund t'ja heqin licencën, mund t'i vinë t'i shesin shpinë, t'i marrin legat, po si pagujti. Kështu që unë s'mund shkoj sot t'i kërkoj llogari, po ma vonë, mas e 2-3 muajve, në qoftë se e lojnë licencën, se mas e 90 ditëve do marrin vendimin që t'ja lojnë licencën apo jo. Po ja lanë licencën, atëherë mas 2-3 muajve do të thanë, po ti më maskara, pse të mashtrosh mu që e kemi bërë shtëpinë nga para dhe s'kishim që deklaronim, kur shtëpia pas ka pas qatin e vjetër, si bëhet një shtëpi e re me qatit vjetër, si është bu qati e vjetër, po nese, s'ka rëndësi.
Ato dje kanë qenë, kush ka qenë dje në gjyq? Ka qenë gjykatësia e shtetit Maryland. Ka qenë përfaqësues të Komisionit Pasurive Patundëshme që japin licencën Abdullit, kompanisë sime dhe mua. Ka qenë ai prokurori apo investiguesi që merret me investigime i Komisionit të Real Estate-it që është marrë me hetimin e këtyre ankesave të kështu kanal kontratave që kemi qenë bo atyre inspeksioneve gjitha. Ka qenë pra inspektori ka qenë zëvendës sekretari i Attorney General i prokurorit përgjithshëm të Marylandit që ka qenë gjyq, ka qenë avokati i pasurive të patundshme edhe avokati që i kishte dhënë shteti kësaj grus. Ka qenë Abdulli dhe avokati Abdullit dhe ka qenë Samiu kretë vetëm që gjithmonë mbron veten edhe mbron për mrekulli që del gjithmonë i pafaqshëm. Edhe ju duhet dini diçka vëllezër e motra. Unë kam 25 vjet që ndërtoj një kompani, më e gjem nga gjithë bota që ca janë njerëz të mirë e ca janë maskarej, që kam shku në përgjigje gjithmonë, edhe gjithmonë kur shkon një herë në gjyq një broker përgjegjësi i kompanisë për veprimet e agjentëve të tij më i herë, po thuaj se gjithmonë jashtë heq licencën vend është gjet me faj. Sami Gjoka herë mas herë. Bile kanë pas agent që kanë shku në burg, Mark Simon me gjithë familje me gruan e tij Cecilia Simon kanë shku në burg. Më duket se kam kalu rrugën unë. Tu marrë me video. Se po shkoj në gjyq tjetër, sot nga gjyq në gjyq. Kanë shku në burg, Sami Gjoka ka dalë gjithmonë i pafaqshëm. Edhe të gjithë atë që mund t'jenë kundra, më gjithmonë kam mbrojt. Për arsye se po të punosh me ndershmëri dhe të kesh interesin e klientëve tuaj përpara se sa interesin e pareve tuaja në xhep, drejtësia gjithmonë triumfon, edhe pse vihesh gjithmonë pa të drejtë në siklet. Bile një që ju e njihni, një lir ekonomi që punonte në zërin e Amerikës, kur merresha këtu si shqiptari vetëm atëherë që merresha me real estate, pati një shprehje që përdorte shpesh. Në qoftë se nuk doni të bleni shtëpi, shkoni ke Sami Gjoka. Ajo është agent që ti don të blesh, edhe thot po prit se mos ka këtë defekt. Kur ai duhet jetë që të myll sy ty se paguhet kur ti blen. Edhe kjo më kanë thirrë gjithmonë pa faj, por çdo të tregoj. Pse ishin këto të gjithë dje kundër Abdullit, edhe që del kundër kompanisë sime, për arsye se personi që ka bler shtëpinë do të më shpërblehet në qoftë se nuk është mbrojt nga ata që ushtrojnë detyrën e real estate-it. Pra Abdulli dhe kompania ime apo agentja vet, edhe do të më shpërblehet nga shteti, nga komisioni që ka dhënë licenca, që e pas dhënë licencave kësa njerëzve që s'meritojnë. Kështu që në qoftë se Abdulli nuk do të gjendesh me faj dje, ajo prap do i merrte lekët, po do i merrte nga shteti, nga komisioni i shtetit. Shteti e boni pislikun e vet. Shteti edhe sa e jep lekët, po lekët do t'ja morë Abdullit, sa i ka qenë Abdullin me faj. Do thoni ju, po maskarellik që e ka dhe aty, për arsye se Amerika lekët profesionistit, ja jep ka personit. Ma mirë t'ja morë profesionistit Sami Gjokës, që s'ka bo punën si duhet, për me mbrojt atë që është i licencum, që është ekspert në fushën e vetë, që e bën për ditë këtë punë, ka mëllësyt për të morë 2 lekë më shumë, e ka mashtru ndoshta atë pafaqshmin që s'di asgjë nga pasurit e patunshme do të blejnë shtëpi, se sa në shtetesin fukara që bazohet
beson në ndeshmëri, në kompetencat dhe pastërtinë e ekspertit. Shumë njëre bëjnë që dënojnë Sami Gjokën shteti, edhe Abdullin, edhe kompaninë e Samiut, por mbrojnë Naz Gjokën, Nazin tim, që s'është në këtë fushë, nuk ka licencë, nuk e di këtë punë, edhe beson njerëzit që i ka licencur shteti. Kjo mu më pëlqen. Edhe pse ata javun goshtën arkivolit tim, dje, e kam lafin agjendit tim, se mund zirin pa fajshkëm, se edhe dita mbroj vetën Sami Gjoka në gjyqe ku ka gjyqe kompetent, e të ndeshëm dhe jo gjyqe të tipit Gentiana Xhelili. Një shur që bon gjyqe klandestine, tinës meje, fshetës meje, merë vendime nuk më lajmëron. Edhe pastaj merë vendime sikur, që ka lajmëruti deri nesër, provat me vull të thatë, që po t'i qoj unë t'i kem dispozicion. Do duen muj të vinë atje, ti që mërë ditës nga Amerika, se janë shkërdhata. Po unë po flasë në gjyqe të vërteta, Sami Gjoka, edhe pse shteti këtu është kundër meje, kundër Sami Gjokës, si profesionist, kundër Abdullit, si agent i kësaj fushë, kundër kompanisime, unë e duar trokas dhe më kënar për këtë shtetë se mbron interesat e njerëzve të pafajshëm që besojnë në kompani që mojnë licencë nga shteti, që besojnë nga ekspertët që pajisen me licencë nga shteti, edhe në bazë të besimit ndërshëm e të pastër, shpenzojnë gjithë lekat që kanë me blej një shtëpi ku t'jetojnë. Shteti duhet i mbroj këta, jo t'i shkel me kom si në Shqipëri, që dalin lolloj sekserësh, si kurdhët në përplekur bjen shiu, e shesin prona, kur duhet vun hekra këto maskarej. Sami Gjoka, jo për shnet.